Hoxh, deshta të pyes pse nuk na prano duaja? Sa herë që pras të bëhet mirë gjithmonë thot del një pengesë. E jona është veç me u lut me sinqeritet. Gjithsesi, duaja jonë nuk kthehet prapë, por forma si e pranon Allahu dhe si ta kthen atë dua, kjo dallon si të doj Zoti e jo si të don ti. Por gjithsesi, ti duasja sheh khejrin, veç bane me bindje edhe mos u ngut me kërku rezultat me njëherë. Është problemi yt se ti nuk po kupton që ndoshta Allahu po ta largon një fatkeqësi të njëjtë sikur ajo duaja. Ndoshta Allahu po ta pranon atë dua po në formën qysh po don Zoti, sepse ka mundësi që për të ardhmen tënde kjo dua është gabim, prandaj Allahu ta pranon ashtu që është më herë për ty. Ose ta deponon këtë dua për në ditën e kiametit. Ti barte përgjegjësinë dhe gajlen e duas me sinqeritet e përgjegjësinë që me ju përgjigje me ta realizuar dua, leja Allahut i cili e ka marrë për sipër, me ju përgjigje atyre që luten. Kuptoj këtë fshehtësi të duas, mos u ngut në përgjigje edhe mos mendo që Allahu qysh don ti të përgjigjet, por qysh don ai. Ai është më i mëshirshëm me ty se sa ti me veten tënde. Elhamdulillah.